Komisioni përgatitor i Kuvendit të Vatrës njofton degët, vatranët dhe publikun mbi afatet dhe veprimtarinë përgatitore. Deri në datën 1 mars 2026 të gjitha degët të depozitojnë me postë në selin qendrore të Federatës Parashqiptare të Amerikës Vatra në adresën 2437 Southern Boulevard në Bronx, New York 10458, listën e antarësisë, listë pagesat e antarësisë. Deri në datën 15 mars, Komisioni përgatitor i Kuvendit verifikon antarësinë dhe pagesat dhe u kthen përgjigje degëve të Vatrës mbi gjendjen e antarësisë dhe pagesave. Nga data 1 mars 2026 deri në datën 15 mars, kandidatët që dëshirojnë kandidojnë për kryetar Federatës Vatra të depozitojnë pranë Komisionit përgatitor të Kuvendit platformën e kandidimit, jetë shkrimin personal. Deri në datën 20 mars 2026, Komisioni përgatitor i Kuvendit verifikon kandidaturat për kryetarin e Vatrës dhe shpall zyrtarisht kandidatët zyrtar për kryetar të bashkisë dhe hapjen e fushatës zgjedhore e cila përfundon me 20 prill 2026. Deri në datën 25 mars, degët e Vatrës depozitojnë pranë Komisionit përgatitor të Kuvendit listën e delegatëve për Kuvendin e Vatrës. Deri në datën 30 mars, Komisioni përgatitor i Kuvendit verifikon kredencialet e delegatëve të propozuar, njofton degët dhe bën shpalljen zyrtare në gazetën Dielli emrat të cilëve delegatë të Kuvendit dhe emrat ja kalon Sekretariatit Teknik për plotësimin e përgatitjen e dokumentacionit personal të punimeve të Kuvendit të Vatrës. Më 25 prill, Kuvendi i Vatrës thotë që ju lutem të jeni korrekt me afatet, tagrin e njoftimit zyrtar dhe publik për çdo vendim i jep Komisioni përgatitor i Kuvendit i cili depoziton për shpalljen publikimin në gazetën Dielli.